A e na tu këshirë na me pasi si që ka nëjdo Zoti ajo. Na këshirë me në një tetit me në duk. Apo duk na mirë, apo duket keri mirë, a jam vesh mirë, a e shpijen e mirë. O insan, kur kimi dhonë Zot pak Zoti me të dasht, Allah i me të dasht. Po, keti bane me të dasht, keti në të dasht. Ta kam begenis edhe kerin, edhe shpijen, edhe parët, mashallah, keti ki për mashallah. A ki menu pak Zoti a të dasht ajo. Andaj le të vrapojmë pak të ndëruar xhamar, le të ujdismi pak për Zotin. Ti kallzojna pak Zotit, o Zot, ana do ti neve. Mos u ha njerëzit atë dojnë. Njerëzit sot dojnë, nesër s'dojnë, sot shaj, nesër. Kështu kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala. Ka thënë mi knas njerëzit na e pamundshme. Me knas Allah na e vajib. Shikoj sa qartë. Njerëzit mi knas e pamundshme, vallahi e vlad e kije. E rrit me tana mundësit çka i kik maksimumin e jep. Në fund thot s'ta ke dhënë pas krejt, s'ta ke bën krejt. Çështo ai insani, Kjo nuk arrihet. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O ju gra, jepni sadaka se ju kumpan në xhenem. Njëna pyet tha ja Rasulullah, çka ka puna? Po tha juve munohet be burrit tan jetën ju në fund për një sene ja gjuni ket. Çështo a njeri ta gjun krejt, kur s'ka pa hajër pitije. Ti keti jetën e ke dhënë çati. Çto janë njerëzit? Lej njerëzit. Këshire Zotin tanë të bareke ve teala.